Gjykata Administrative Rajonale e Sardenjës, seksioni i dytë, me vendimin në seksion të onë për shtetë datës 1 gusht 2025, pranoi padinë e një shtetësi të Huaj kundër heqjes së komisariatit të policisë në Sasar për rinovimin e legjes së qendrimit për shkak të biresimit. Rasti paditësi i biresuar nga një shtetëse italiane pa vite që jeton në Itali me legje të rregullt qendrimi. Kur kërkoi rinovimin, policia nuk dha asnjë përgjigje, duke pretenduar mungesën e një pasaporte të vlefshme dhe faktin që formulari nuk parashikonte biresimin si arsye rinovimi. Gjykata sqaroi mungesa e pasaportes nuk ishte pengese kur identiteti dhe qendrimi i rregullt janë tashmë të sigurta. Per me tepër, nëse formulari nuk parashikon opsionin biresim, përgjegjësia bie mbi administratën, jo mbi qytetarin. Rezultati, policia u detyrua të përgjigjet brenda 30 ditëve, një parim i rëndësishëm e drejta për rinovim nuk mund të bllokohet nga formalizmat burokratike.